Vitet e fundit, fusha e Korçës është kthyer në një nga zonat më premtuese për kultivimin e bimëve medicinale dhe aromantike. Krahasuar me kultura tradicionale, ato kërkojnë më pak ujitje dhe më pak përdorim të pesticideve, duke i bërë më të qëndrueshme dhe më të leverdisshme ekonomikisht. Fermeri Giuliano Agolli kultivon bimët si lule mllaga, barin e bletës, lule cianin dhe kalendulën. Tashmë është sezoni kur mbledhin lule mllagën, na tregon fermeri, ndërsa asin vështirësi pasi mungon fuqia punëtore. Bimë medicinale kemi rreth 1 hektar mllagë, janë 1 hektar cian, 2 hektar barblete dhe 1 hektar kalendul. Prodhimi ka qenë shumë mirë. Vazhdojmë po mbledhim dhe mllagën egjiptiane akoma. Më pas i shesim në lushi. Po sa i takon fuqisë punëtore, keni asur vështirësi duke qenë se po mblidhni? Kemi mungesa. Për fuqi punëtore kemi mungesa. Çmimet në treg për këto bimë, sidomos në formën e thar apo të përpunuar, janë konkurruese dhe të qëndrueshme, thot Agolli. Çmimet janë shumë të kënaqshme. Kjo është arsye që keni zgjedhur bimë medicinale dhe jo një kulturë tjetër? Po. Kjo është arsye. Duke qenë se jeni i ri dhe të rinj gjithnjë më shumë po e braktisin në bujqësinë, çfarë mesazh do t'i japësh bashkëmoshatarëve të tu? Të rinj dhe mos largohen nga Shqipëria. Bashkëpunimi me kompani përpunuese dhe eksportuese ka rritur sigurim për tregun dhe ka nxitur fermerët të investojnë më shumë në cilësinë dhe sasinë e prodhimit.